Lillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falem Allahut na e pranon. Pastaj e shfrytëzoj rastin që të falenderoj këshillin e xhamisë, së bashku me hoxhallarët e juaj, që na dhanë mundësinë në këtë ditë madhërishme të këtij muaji të madhërishëm të Ramazanit, të jemi bashkë në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut Dhul Xhelal, që të kalojmë disa minuta duke e këshilluar njëri tjetrin me gjëra që na bëjnë dobi në jetën e kësaj bote dhe me gjëra që na bëjnë dobi ditën kur dalim para madhnisë Allahu subhanahu wa taala. Përpara në fillim të Ramazanit u bëjke muhabeti se sa vështirë ka me konë ki Ramazan, sidomos kur ishte Ramazani i verës. Mirë po, tu e fillu Ramazan pas Ramazani, tu e pa se sa shpejt në shkon, fillun besimtarët në fillim të Ramazanit me thonë shkoj i bekumi. Edhe realisht, ashtu është. Edhe na jemi dëshmitar se edhe 4 ditë edhe erdhë Bajrami. Këtë të ditë që kanë shku, 25 ditë me sot, plota, të gjithë neve na duken sikur se me pas qenë 2 ditë. Pse kjo vllazni? Për shkak se ditë e numrume edhe gjëgja që numrohet shpejt shkon edhe hargjohet. Allahu Dhul Xhelal këtë mesazh e dha në ajetet e agjërimit kur tha ayyaman ma'dudat, ditë numrume. Edhe ditë e numrume shkojnë shpejt. E çka do me thonë kjo? Lum për atë që ka agjëru. Lum për atë që ka shpizu këtë sezon, këtë mundësi. Lum për atë që ka kalu këto ditë me agjërim, e me namaz, e me ibadet, e vaj, e mjerë për atë i cili tu mendu se s'mundet, tu mendu se është rand, e nuk hini në këtë ibadet, ditë e shkun, ama mbeti shpina e ti e ngarkume me këtë gabim dhe me këtë mos agjërim. Dhe për këtë shkak na përsëri e falenderojmë Allahun që na dha mundësi me emri këtë Ramazan, na dha mundësi me agjëru këtë Ramazan, na dha mundësi me emri fundin, 10 e fundit të këtij Ramazanit, e inshallah u taala na mëson që me dalë fitimtar në këtë Ramazan. Ashtu sikur se ka përcen Ramazani, ashtu na ka përcen edhe vitet e jetës o vllazni. Si në gjemat, këtu kush është ma i vjetri me vetë, sa vjet i kibe? 80 vjet, 85 vjet. Po si të ka shku be jeta, si të ka shku të vetë, valla e be hoxha shumë shpejt. Hiq ujmë ka shku, si era shpejt ka shku. Ashtu edhe neve matrive, edhe ashtu atyme që janë fmit e tonë matri, ashtu edhe fmive që kemi në këtë xhami, ka me ju shku jeta shpejt. E tash, qka duhet me bo në gjithë? Shfrytëzoj o vlla jetën, jo vetëm me boj qefe saltanatet kësaj bote, po mushe jetën tonë edhe me ibadete, se ka vakt boll, edhe ibadet me bo, edhe qef me bo, se një ditë qefet kime i lanë, saltanatet kime i lanë, e kime shku të punët e mira tuja që i ke bo. Edhe vetëm ato kanë me të bo dobi. Prej ditës parë në vorë, se cili për neve, kur të mështinë mu në vorë, as shpijen teme se marë, as kerin teme se marë, as malin teme se marë, në vorët me mu, sin as djali jem, sin as vlavi jem, sin as shoki jem, unë në vorë ka me met vetë. E që ka me mëgzu mu, veç namazin që e kun falë,
Ramazanin që e kom agjuru, zeqatin që e kom dhon, haxhin që e kom kry, punët e mira që i kam bo, ato jesin me mu. Tjerët këtë kanë me mlonë vetë. Abe e ki dash shumë. E ki dash dherë të vorët, në vorësin me te. I pandashëm je konë me te ditë e natë, po, deri në vdekje ke mu da. Andaj erdhi Gjibril a.s. dhe njërit për ditëve i tha Muhammedi sallallahu a.s. Ja Muhammed. Me gjithë se hadithi ka, dikush për ulema ka thonë që është hadithi i mirë, dikush është hadithi i dot, por porosia është e madhe. Ja Muhammed, ishma shi'te fe inneke mejjetun. O Muhammed, jeto sa dush, një ditë ki me vdek. 80, 90, 100, 120, 200, fon ka, një ditë ki me vdek. Ishma shi'te fe inneke mejjetun, wa ahbib men shi'te fe inneke mufariku, duje ka dush, një ditë për ti ki munda. Ki munda. Shkon gjithmonë. Se cili për neve ka pas babën i ka vdek, ka pas vllavin i ka vdek, ka pas dosin i ka vdek, i minda. Kina jetu 50 vjet, 60 vjet, dost askerlëkje, thëshin për para. Dost askerlëkje, dhe më dhoni i ki pas 20 vjet, ki shku në asker, e ki zatek, e ki po dost, edhe 50 vjet mas e ki pas dost, ama a i vdiq u dajtët. Ti vdeke u dajtët. Wa ahbib men shi'te fe inneke mufariku. Wa amel ma shi'te fe inneke mujzi'un bihi, edhe bën çka dush, ti për to ki mu pagujt. Çka dush ban? Ti për to ki mu pagujt. Nëse ke bo mirë, me të mira. Nëse ke bo keq, me të këshia. Andaj, këto ditë që i kina pas në disponim, realisht kanë qenë mundësia ma e mirë që krejt mangësit e 11 mujve të kalum, në sot, në këtë Ramazan, me i plotësu, atë bëshlëk me i plotësu. Edhe krejt ato sevape që në kanë ikë për 11 mujt e kalume, ka ardhë kjo Ramazan me në dhonë mundësi na me i kompenzu. Atë bëshlëk të sevapeve me e mush. Pse? Se agjërimi t'jep shpërblim maramendës. Agjërimi dhe Ramazani t'jep mundësi me t'u falë gjunat e kalume. Edhe fitime shumë i madh. Po, mas i kemi ardhë në fund të Ramazanit, edhe dikush me ne thotë që vallave e kom bo një plan fillim të Ramazanit, muin Shaban, që në Ramazan me kalu perfekt. Ama hinë në Ramazan, nuk pata vullnet. Kalun ditë e para të Ramazanit, nuk kisha vullnet me shtu aktivitetin, ibadetin. Hynëm mes Ramazanit, një teravi shkosha një mikke. Një faqe lezësha një mikke, Kur'anit. Më hub vullneti. Tash mo edhe në fund, për e loket Ramazan, inshallah tjetrin ka me konë ma i mirë. Në themi gabim e ki. Nëse të ka ik fillimi, mos lejo me t'ik edhe funi. Që këto dit e fundit, që këto net e fundit, janë edhe më të vlefshme, edhe më të shtrenjta të Allahu dhu Gjellar. Ande kur e pyesin Shekull Islam Ibn Tejmi rahimullahu taala, cilët janë ditë më të mira të vitit, thot Shekull Islam Ibn Tejmi rahimullahu taala, ditë më të mira të vitit janë 10 ditë e Dhulhijhes, që vjen mas Ramazanit vjen Shevali, mas Shevalit vjen Dhulqaade, mas muaj Dhulqaade vjen muaj Dhulhijhe, muaj Haxhit. 10 ditë më të mira të vitit janë 10 ditë e Dhulhijhes. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ma min ayamin al-amalu salih fihi, nuk ka ditë ku veprat e mira janë më të mira se veprat që bëhen në 10 ditë e Dhulhijhes. E ka thonë e netet, ka thonë 10 netet e fundit të Ramazanit. 10 netet e fundit të Ramazanit janë 10 netet më të mira të vitit. Do na i kemi edhe 4 natë
përpara të mira, të vlefshme, të mëdha. Mos I lën me të ikë. Gjallnoj ato me ibadet. Gjallnoj ato me punë të mira. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç na tregon Aisha radhiyallahu anha, kur vjen të dheqi I fundit I Ramazanit, e gjallëron të natën. Këtë nata ka përcente në ibadet. Na, me gjithë I falim një teravi, edhe sa të asosin bretën kafe. Teravi I rim gjimë saati, 40 dakika, në kafe 3 saat. Edhe në kafe nuk mërzitemi të pi kafe të bo muhabet, ama si të him gjami, me nëzë se presim të falin dore I qate edhe dalim në jashtë. Jo, këtë natën e ngjallte me ibadet. Po a veç veta, jo, wa I ka dhe ahlehu, e zgjonte edhe familjen e vetë, edhe grunë edhe fëmit. Edhe ju du të me konë qutë. Pse? Me bo ibadet. Pse? Me lutë Allahu më gjelal. Pse? Me fitu për këtynve të mirave që Allahu I zbret për çdo natë në dheqin e fundit. A I ka dhe ahlehu, wa shadde zerahu, e shtërgon të rrypin. Pse e shtërgon të rrypin? Që me ndejt në kam ma gjatë, edhe mu largu nga shtrati I gjumit me bashkëshorte. E krejt natën me kalu në ibadet. Ashtu si që tha Allahu dhu gjelal në surën Muzammil, wa tahajjad bihi nafilatan laka, edhe fal namaz natë me Kur'an, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, se me këtë ibadet që ti e bën natën, Allahu ka me dhënë pozitat larta tek madhënia e Tij subhanahu wa taala. E I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij sahabijut që deke me shoqëru në xhenet, a'in ala nafsika bi kathrati sujud, ndihmoje veten duke bë sejdë më shumë. Andaj gjallimi I natës do të thotë me bë namaz. Me bë namaz të ne gjatë në qiyam. Ashtu siç tha Allahu xhall, wa qumu lillahi qanitin, dhe qëndroni namaz në kam gjatë për Allahun dhul xhelal. E rinte namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë natës, saqë I ajnteshin kamt nga lodhja dhe nga raskapitja. E I thej ka Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, pse e munon veten që ka të shumë? E I thej ka, afala akunu abden shakura, a nuk duhet me kanë unë rob falendrues ndaj Allahut për të mirat që mi ka dhënë. Andaj gjallërimi I natës do të thotë shtimi I ibadetit. E shtimi I ibadetit bëhet pse? Për me shtu kërkesat tona. E keni pa tash shembull këtu te nan në shtetin ton, qyteti I Shkupit hap konkurs ose hap ofertë për me bë aplikim shembull me don subvencione për klimat. Ishte vjet ndukot. Apo Ministritë Përkatëse e Ekonomisë e hap konkursin, ofertën për me apliku për ndonjë subvencion. Ama ditë e ofertës janë të numërume. Edhe na këtë morim tur, I bëjmë gati dokumentat, shkojmë në Ministritë Përkatëse, në Drejtoritë Përkatëse, edhe presim radhë. 1 saat, 2 saat, 3 saat, edhe vijmë sportel, I themi që dokumentat. E I merr ai punëtori I sportelit, thot 1, 2, 3, një dokument mungon, ktheu prapë. Shko plotësoj dokumentat, edhe hajde bjeri. Edhe të japet nisesh nga ren, e bën dokumentin, edhe pastaj përsëri shkon për terren. Pse? Se kemi përfitu 10.000 denar, kemi përfitu 20.000, kemi fitu 50.000, 70.000, 100.000 denar. Shkon 2-3 ditë të rren për me bo aplikimin që me marë subvencione. E ty Allahu dhu gjelal, jo me të dhonë ti 10.000, 20.000, 50.000, 70.000. Tjep shpërblime maramense, që mendja jote nuk I merë, nuk mundet me I kuptu. Në gjdo natë. Edhe ta qelë Allahu derën e kërkimit. S'ki nevoj me pritë rend para kërkujt. Veç ki nevoj me uqu në kom për Rabbul Aleminin, e me u fal, edhe tu u fal me lut. E me kërku.
E cila është pozita që ti duhesh me kërku? Pozita ku je në sejdë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Ma afër Zotit njeriu është kur është në sejdë. Fa akthiru fihi min ad-du'a, edhe aty sa ma shumë dua bani. Andaj njëra prej karakteristikave të namazit të natës, të namazit të taravis, është që me izgjatë sejdët. Pse? Që me eshtu hapsiren me bo dua. Qa me bo dua? Aisha radiallahu anha, në ditë për ditëve tha ja Rasulullah, ti po thu në 10 e fundit me lyp natën e 4. Çdo natë me ngjall me ibadet për me e arrit natën e 4. Po mirë, çka me bo natë me bo ibadet, po pse me bo këtë ibadet? Që me kërku pi Allahut për të mirave të tia që i jep. E po hajde ma mëson një dua, çka të thamë? Çka të lipi? Për shembull, neve me na thonë lip pi Allahut, neve kishme me lip për shembull shnet. Kërkes me ven. Kishim me lip bereqet. Kërkes me ven. Kishim me lip me na ek një problem. Kërkes me ven. Këtë janë të kërkesa me ven, ama ka kërkes edhe kërkes. Ka lutje edhe lutje. Ka lutje të mirë edhe lutje ma të mirë. Ka kërkes të mirë edhe kërkes ma të mirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aishës radiallahu anha, ja mësoi kërkesën ma të mirë. Ja mësoi lutjen ma të mirë. E i tha oj Aisha, nëse ti emri natën e 4, lutu dhe thuj, Allahumma, o Allah. Vetë kjo form e shprehjes, o Allah, e të regon nevojën tënde të madhe që ki për Allahum Gjeral. A këtë na vllazni kemi nevojë të jashtëzakonisht madhe për Allah. Fëmia, djali ose qika, e ka bo plan me shku dikun. Edhe nis, a duhet nëse në bab? Jo, vëllai s'duhet. Ta bini bardaku, jo s'duhet. Qërapta ti ngrej, jo s'ka nevojë. Masi ti ofron 2-3 shërbime, thot bab, ka me dala, bab, më jap janë 1000 denar. Mundohet me ofru shërbim dhe i teje, që kur të lipet diçka për teje, ti me thonë, po, se u sjell mirë me ty, ofroj shërbimet e tu janë dhe i teje, që në fund të lipet diçka për teje. E na ku themi, o Allah, realisht të regojmë nevojën e madhe që kemi për Allahun dhe fuqin absolut e ti dhe bujarin absolut e ti. O Allah, unë që jam i ngrat, kërkoj për teje që je i gjithë pasuri, qka? Kjo është, o Allah, Allahumme, inneke afuf. Tani vazhdojmë me pjesën e dytë. E vërteton, e shprej, e dëshmon një cilësi prej cilësive të Allahu dhu Gjelal. O Allah, ti je falës absolut, falës dhe amnestues i madh. Kjo është cilësia jotja. Ti e ke emnu vetëm me këtë emër. Ti e ke cilësu vetëm me këtë cilësi. E une për momentin kam nevoj për këtë cilësin tonë shumë. Allahume inneke afuun, jo vetëm kaq, tuhibbul afwa, dhe kjo cilësi rezulton, jep rezultat që ti me dasht faljen. Andaj Allahu dhu Gjelal don mi fal kejt njerëzit që i drejtohen Allahut me kërkim falje. Ai që tregohet me ndje madh e kryenart e nuk don me lypi Allahut dhu Gjelal, ati Allah nuk ja fal. Andaj tha Allahu i madhishëm, ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna al-jahannama dahirin. Më lutni që t'i përgjigjem lutjeve tuaja, e ata që tregon mendje mdhej ndaj këtij ibadeti lutjes, atë unë e shtin xhehenem të përbuzën. Pra mendje madhësia, e cila bëhet pengesë
që ti me lutë Allahu dhul xhelal, atëherë Allahu i madhëshëm të ndëshkon për këtë mendje madhësi, sepse na krejt si njerëz kemi nevojë për Allahun dhul xhelal. Që këtë temë, o vllazni, që këtë pikë, na duhet me bo tërbije vetën edhe fëmijët e tonë, që ka do që shkojnë, çka do që bëjnë, edhe në shkollë kur shkojnë, edhe në punë kur shkojnë, edhe në fushë kur shkojnë, edhe në malë kur shkojnë, çka do që bëjnë, vazhdimisht me ditë se kanë nevojë për ndihmën e Allahut dhe për krahjen e Tij. Edhe vazhdimisht kur nisen me ecë, me punu, me lëviz, me mësu, me thonë, o Allah ndihmom, o Allah ma lehtëso, o Allah elimino pengesat nga rruga jeme, nga puna jeme. Ta mësoje veten se ka nevojë vazhdimisht për ndihmën e Allahut. Si e mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasin, i cili ishte i vogël fëmijë, i tha, ja gulam, o djalosh, ka me t'i mësu disa fjalë, majmen, idha sa'alta fas'alillah, kur të kërkosh diçka, veç për Allahut kërko. Wa idha sta'anta fasta'in billah, dhe kur të lipish ndihmë, veç për Allahut të lip ndihmë. Andaj do të mja gdhen kokat fëmijëve tonë dhe zemrat e tyre këtë fakt që me lip ndihmë edhe me kërku gjëra vetëm për Allahu dhul xhelal. O Allah, ti e falës e don faljen. Këtë kjo është hyrje që në fund ti me e parashru kërkesën tonë. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës e don faljen, fal mua. Tash na tham dikush lip bereqet, dikush lip shëndet, dikush lip me ja largu pengesat. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi Aishën me kërku falje. Pse, o vllazni? Se nëse ti e fiton faljen nga Allahu dhul xhelal, ti e garantove ahiretin. E jeta në këtë botë, nëse është 60 vjet, 80-90 vjet, jeta e ahiretit është pa kufi. E fitore e madhe është fitore e fundit. Edhe andaj ulemat kanë thonë, al-ibratu bi kemalin nihayat. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala e ka një fjali shumë të bukur, dhe ajo fjali është ajo që neve duhet me na mësu që mos me e lënë pas dore asnjë shans, ani të janë ditët e fundit. Mos thuj se unë zbona kur gjoh deri tash po e lën këtë. Jo. Sikur se fëmijët provim kur hin ton të fëmijët e ton, pyetja e parë si kujtohet, e dyta si kujtohet, e lanë. Jo, mos e lën. Qire tretën, qire të katërtën, qire të pesën. Përgjigju pyetjeve që din, ani pse 1, 2, 3 nuk e din, se duke u përgjigj atyre që i din ti mundesh me e kalu provimin, ti mundesh me fitu. Edhe neve na ka mësu Allahu xhallahu me emri fundin, mos e nal gazin. Mos u nal ecmen, vazhdo. Andaj thot el-ibratu bi kemalin nihayat la bi naqsil bidayat. Mësimi është që na, nëse kemi pas mangësi në fillim, ta shtojmë aktivitetin në fund, se fundi evidentohet, fundi regjistrohet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, veprat vlerësohen sipas fundit të tyre. Që kjo mesela o vllazni është shumë e rëndësishme me kuptu se ti mundesh me pas fillimin e mbar, me entuziazëm, me energji, me vullnet. Mirë për ndërkohë habitesh, ndërkohë mashtrohesh, edhe e lën atë entuziazëm të ibadeteve, e të shërbimit xhamis, e të davetit, të grumullu pasuri edhe të shiju atë fuqi e atë pushtet e atë pasuri që e ke mbledh, e i lën mazdora adhurimet dhe Allahu dhul xhelal. Nëse vazhdon këtë gjendjen e dytë, e nuk korrigjohesh edhe nuk përmirësohesh edhe nuk pendohesh, e të përfundon jeta me këtë pjesën e dytë, shkon te Allahu si gjunaqar, pa veprat mëdha të mira. Fillimin e kishe të mbar, ama fundin e patë të keq. Edhe kundërta, ka dikush e nis fillimin e jetës së tij me mangësi dhe gabime, ama ndërkohë pendohet edhe kthehet, edhe rin besnik pendimit të tij, ai mundet me pas fillimin me mangësi, po fundin me pas me plotësi, edhe me shku te Allahu dhul xhelal i kënaqur me madhninë e tij. Andaj
na themi si, nise me të mbarë, vazhdoje me të mbarë dhe përfundoje me të mbarë. Kjo është më e mira. Ama, nëse s'ke mujt me nisë me të mbarë, vazhdoje me të mbarë dhe përfundoje me të mbarë. A me fillu me të keqe, me vazhdu me të keqe, është shumë vështirë me përfundu me të mbarë dhe me të mirë. Pse? Se si të jetoni, ashtu edhe vdisni. E si të vdisni, ashtu edhe ringjalleni. Edhe pra shkak, të ditë e fundit të Ramazanit o vllazni, janë fundi i kajmakit, fundi i thesarit. Mos u ndal, mos u lodh. Mos mendo se s'ka mos çka me marr, halaka. E kemi net e fundit që në ato net është edhe nata e Kadrit, edhe nata e Kadrit, siç thot Allahu i Madhëshëm, khairun min alfi shahr. Jo sa 1.000 muaj, po ma e mirë se 1.000 muaj. 1.000 muaj, 83 vjet e 4 muaj. Një natë ma e mirë se një ymër e një njeriut, në cilën nuk ka natë Kadrit. Edhe ti me lënë masdore, këtë mundësit artë, këtë shansë të madhe, nuk ka logjik edhe nuk ka, domethënë, arsye që na me lënë, do thot, aktivitetet tona në këtë net që na kanë mbetur. Andaj ulemat kanë thonë, pse Allahu Dhu Xhelal e la natën e Kadrit në 10 e fundit, që me rikthy edhe njëre elanin dhe vullnetin tek besimtarët. Që ata edhe njëre ta shtojnë entuziazmin dhe vullnetin e punëve të mira. Andaj, në fund të kësaj këshille dhe porosie, ne i themi secilit besimtar, nëse je lodh nga ibadeti, ktheju edhe njerë me vullnet më të fuqishëm ibadetit, se aty e ki shpëtimin. Nëse ke lënë leximin e Kuranit, ktheju përsëri leximit të Kuranit, se aty e ki shpërblimin. Nëse e ke lënë duan pas dore, ktheju duas, se aty e ki fitimin. Nëse e ke lënë dhikrin mas dore, ktheju dhikrit përsëri, se me dhikr i afrohesh Rabbul Aleminit. Se sa ma shumë që lodhesh edhe mundohesh, vjen shumë shpejt sabahu, e sabahu është koha e fitimit. Qelën syt, e i qelë syt me një punë të madhe të mirë, që me te i afrohesh Allahu Dhul Xhelal. Andaj o vllazni, i privuar është ai që i ka këto shansa para vete, nuk i shfrytëzon. I privuar është ai i cili e ka këtë pasuri para vete dhe nuk fiton. I privuar është ai i cili e ka këtë mëshirë të madhe të Allahu Dhu Xhelal, edhe atë mëshirë nuk e meriton. E s'ka dyshim se ai njeri që del nga Ramazani pa i fitu këto të mira, me të vërtet është njeri pa nafak. Allahu na i falë gabimet e tona, na i pranoft adhurimet e tona, ashtu si ne ka bashkuar Allahu i Madhëshëm në këtë xhami, në këtë ibadet, edhe në këtë davet, Allahu i Madhëshëm na bashkoft me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. Dhe njerësh e farandoj këshillën e xhamis bashkë me xhallarët që ishin shkak të jemi me ju, në fund ju farandoj edhe juve për vëmendjen, walhamdulillahi rabbil alamin.